Përshëndetje të nderuar shikues, po filloj me misionin Zëri i Ashkaninjve, në të cilin edhe këtë herë do të sjellim materiale për çështje të ndryshme që preokupojnë komunitetin ashkaninj. Nisim me një temë që nuk është problem vetëm me këtij komuniteti, por që ka evoluar në një fenomen brengosës për shoqërinë kosovare. Papunësia, gjendja e rëndë ekonomike dhe mungesa e perspektivës janë arsye që shumë qytetarë të komunitetit ashkaninj shtyhen që të braktisin vendin dhe me sy në vendet e Bashkimit Evropian. Kjo ka ngritur shqetësim tek familjarët, institucionet dhe përfaqësuesit e tyre politik. Numri i qytetarëve të Kosovës që mësojnë vendet e Bashkimit Evropian për një jetë më të mirë është në rritje. Papunësia, gjendja e rëndë ekonomike dhe mungesa e perspektivës janë arsye që shtyn ata të braktisin vendin. Kjo dukuri është mjaft prezente te komuniteti ashkaninj, gjë që ka ngritur shqetësim tek familjarët, institucionet dhe përfaqësuesit e tyre politik. Unë e komunitet që kanë emigruar dhe janë të dol hala. Po, ta ishte papunësia e madhe, është problem se ata kanë jetu në sociali, kanë marrë 70 euro din 80, edhe sociali zgjat deri sa ti bë fëmia 5 vjet. Kur ti bë 5 vjet atëherë nolet. Çka me hunger, papunësia e madhe, është problem, shumë problematik papunësia. Të 6 shtëpi kemi dikun 17 shtëpi kanë heq. Vesh Lipjanit, komunë Lipjanit dikun kanë heq 470 antarë. Regje Bajrami, zyrtar për komunitetin e komunën e Ferizaj, thotë se 160 familje të kanë braktisur komunën e Ferizaj. Në mesin e tyre janë 140 nxënës të cilët kanë braktisur shkollën. Tani ka arritur dikun 167 familje, ku mund të themi lirisht me mbi 800 antarë në komunën e Ferizaj, dy përfshirë edhe fshatat për atë që jemi. Është shqetësuese për mua më shumë se në mesin e tyre janë 140 nxënës të cilët kanë braktisur shkollën dhe kjo është një përkeqëardhje sepse ne gjithçka po mundohemi ta ndryshojmë jetën nëpërmjet shkollës. Dhe kjo ka qenë pak më shqetësuese kur ne kemi kuptuar që në mesin e 167 antarëve të familje të cilët kanë adheruar jashtë janë edhe 140 nxënës të cilët kanë braktisur shkollën. Edhe përfaqësuesit politik të komunitetit ashkaninj shprehen të shqetësuar për këtë gjendje. Me një aspekt është shqetësim sepse mbi 600 familje në Kosovë, sipas një statistike që ne posedojmë, mbi 600 familje kanë lëshuar vendin nga Kosova dhe kanë marrë rrugën drejt Evropës, duke dalë të gjithë ilegalisht. Unë më së shumti e nini keqardhje për ta sepse tash është koha dhe sezoni i dimrit nëpër kampe. Kemi ndëgjuar sepse nëpër kampe nuk kanë trajtime të mira dhe janë duke u shkel të drejtat e tyre nëpër kampe, sikur në Hungari, ashtu në Gjermani dhe nëpër tjera, sepse janë bukur një numër i madh i azilkërkuesve. Në këtë aspekt unë si lider i këtij komunitetit e kam pa të arsyeshme, edhe për esha të arsyeshme, këta qytetarë tonë që kanë dalë drejt migrimit, që kanë marrë rrugën drejt Evropës, sepse situata është e tillë, ne si subjekt politik kemi munduar vazhdimisht që 15 vite tua krijojmë kushtet ekonomike, tua zgjedhmë problemet e tyre, por deri më tani shumë pak kemi mujt me bë për ta. Realisht është një shqetësim i madh që shqetëson gjithë komunitetin, pavarësisht ku ata jetojnë. Mirë, për neve si liderë një shqetësim shumë i madh, sepse është një numër shumë i madh që tashmë kanë marrë rrugën e emigrimit drejt Evropës, që realisht nuk na konvenon edhe neve si shtet më pari, si shtetit të Kosovës, ashtu edhe neve si lider ose si lider partijak, si të quajmë. Një numër i madh tashmë ka emigruar, është parafërsisht dikon 600 familje që kanë emigruar deri më tash në Europë. Realisht shkaku pse ata emigrojnë është se kushte socioekonomike. Socioekonomike sepse nuk kanë mujt me gjetë veten në Kosovë. Ministri në detyri punëve të mbrëmshme, Bajram Rexhepi, pranon se është shqetësues numri i personave që duke e shfrytzuar territorin e Serbisë tentojnë të kalojnë ilegalisht në Hungari e pastaj në vendet e BE-s. Ai shpjegon se kanë marrë masa për të ndaluar jetët kriminale që mirren me trafikimin ilegal. Po, na kemi informacione, jemi informuar nga ambasadori i Hungarisë për një fluks kozat madh të mujtë të fundit i konë korriku kushti këni. Ma tepër prej 2 lokacione fush Kosovë Ferizaj dhe është shqetësues numri i madh i tyre, të cilët duke shfrytzuar territorin e Serbisë shkojnë në mënyrë
ilegale në Hungari. Ma tepër ka të komunitetit Rom, Ashkali, Egjiptas, po ka dhe shqiptar në atë grup të madhe. Na kemi ndërmarrë masa që sa mund që rrjetet kriminale që bojnë trafikimin ilegal të migrantëve, mi shkatru dhe një numër e tyre janë të arrestuar, por kjo nuk mjafton për aty se është një fenomen kompleks ku kjo rrjeti kriminal ka lidhje edhe me njerëz në Serbi, në Hungari dhe vende tjera. Pavarësisht thirrjeve të zyrtarëve qeveritar për të mos lëshuar vendin, të rinjët që i takuam thonë se deklaratat e tyre nuk e ndryshojnë situatën. Ata kërkuan punë dhe vlerësojnë se kjo dukuri mund të parandalohet vetëm duke krijuar kushte më të mira për të rinjët. Diskriminimi i minoriteteve rom, ashkalin dhe egjiptas ishte në fokus të konferencës së mbajtur në Prishtinë, ku u vlerësua se mbetet ende shumë punë për të bërë, që komunitetet të ndihen të kënaqur. Diskriminimi i minoriteteve rom, ashkalin dhe egjiptas ishte në fokus të takimit të organizuar nga Qendra Evropiane për çështjet e komuniteteve në bashkëpunim me organizatën ProRed nga Çekia. Diskriminimi ekzistoi, dhe nuk është, me thonë, veç tek këta 3 komunitete, po është diskriminimi ekzistoi si mehanizmi, edhe për këta jeni na sot këtu me folë, me gjetë sistemi dhe mehanizma që me luftu kundër diskriminimit. Ne kemi implementuar 5 testime të ndryshme të situatës. Këto 5 testime na kanë treguar që ka diskriminim. Diskriminimi mund të jetë edhe direkt edhe indirekt, po që edhe në disa aspekte nuk ka diskriminim, apo ne nuk e kemi vërtetuar që ka diskriminim. Albertina Monika tha se ky takim është një hap përpara për të gjitha komunitetet, sepse vihet në pa ligji mbi diskriminimin e komuniteteve raje. Kjo konferencë pare është një hap i madh shumë për gjitha komunitetet, për shkak se është duke u vënë pas se sa ekziston ligji te komunitetet, sa ekziston ligji mbi diskriminimin te komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, dhe sa po aprovohet ajo në kuadër të komuniteteve dhe në kuadër të majorancës. Kjo konferencë posaçërisht për mua ka më pas shumë rëndësi të madhe, për shkak se unë këtu jam duke i absorbu dhe duke i thith ato elementet kryesore kyçe që më tutje në vazhdimsi të projekteve të mia ose në situatat ndryshme që ku ka më pas diskriminim, unë kam aprovuar dhe kam i përdorur gjitha mekanizmat për me mujt me zhduk diskriminimin që ju ndodh komuniteteve. Mysafirën nga Çekia, pjesëmarrës nga shoqëria civile dhe anëtarët e këshillave për çështje të komuniteteve vlerësuan se ka progres, por mbetet ende shumë punë për të bërë që komunitetet të ndihen të kënaqur me implementimin e ligjit. Jetën e banorëve në lagjën 28 në Fushë Kosovë e vështirëson Balta, qend e ndacak dhe deponitë e mbetërinave. Zyrtarët e komunës premtojnë zgjidhje, ndërsa banorët thonë se kjo do t'u lehtësonte jetën dhe kushtet e vështira sociale. Rruga 1 kilometër i Hoxha në lagjën 28 në Fushë Kosovë mbetet brengë e madhe e banorëve, veçmas në sezonin ndrimror, kur Balta vështirëson qarkullimin. Problem tjetër kanë banorët edhe bredhjen e qenve e ndacak dhe mbeturinat e deponuara. Po më kun më na bot gjodën që to më na ndreq, gjubrin më na ik që to më na lon para dere, rruga më kun e mirë, edhe fëmija shkojnë shkollë, edhe mjek na vinë në shpe, edhe krejt na jena të knaqët atere. Po kështu nuk po na vinë kërkush këto, as bërlogët më na jek, as mi janë shkollë, kur peqojnë as mësusja, pipe për zësmin me laq, ku mu pastru thmija me laq, u dhe stordzu. Me mujtë me në boni djedhe për që fa rrugë, se para thasha 50% në kollë, lezëm i prasiti që njëre, po pjeshin edhe vetë. Do bërloge, do ka dhe tyre për vjenjera, ka dhe smuja për qështuhit, se për fërkallak s'kem, pa puni jena krejt. Mos të të kërë valaj në punë, jo valaj krejt, pa puni janë. Njëherë, jonë konën që tune e kanë shtrugë, mas e kanë brashit, kanë azacimin, e kanë dhonë një stres të hollë, mo nuk janë orë më nga vizituën. Kur për që të farë bitërina i na konën e kanë lajmëruën, i kanë thonë apo vini me na marë pleje, njën konën vetëm një herë, mo nuk jonë konën. Ka thonë jalla nuk mujmë na me arë se udha është e keqe, nuk po mujmë na me dalë pa na prishët kamioni.
Për rrugë jena anku shumë vend, askush nuk ardhë kur, s'ardhë me na i pas sytë bili. Qa kanë pas mundësi, këna shtru ka pak qështu me gurë me sen, ma nuk ardhë kërkush me na vizitu askush sy s'ardhë me na i pa. Ndërsa kom bo ankes edhe organet më të larta, sigurijës, do thëtë në polici, që i rrezikohen zoncit tonë, fëmijët tonë, për qendrëve në Dacak. Njëri prej atyre është djali vllajt tem ku është sulmu për qendrëve dhe ka pas lëndime trupore të rënda, ku i ka intervenu ndihma shpejt mjekësore, ka intervenu policia, ai fëmijë ka qenë shumë rënd i plagosur për qendrëve. Zëdhënësia e kompanisë së pastrimit ose shërbimi kryet, por problem mbetet infrastruktura e cila po mundson hyrjen e kamionëve të pastrimit deri tek kontinierët. Kryesisht në lagjen 28, në lagjen e Fushë Kosovës, shërbimin nga njësia Fushë Kosovës e pastrimit kryet rregullisht. Konkretisht, shërbimi kryet çdo të shtune prej orës 7 mëngjesit, fillon puna, orari punës, deri në mesditë, varësisht sa ka operim në teren. Por fjala është për jo ku thuani, aty është infrastruktura jo e rregullt, edhe është e pamundur që të depërtojnë kamionet e kompanisë pastrimi, pasi që infrastruktura është e padepërtueshme. Ndoshta kishme qenë mirë këtu me intervenu komuna e Fushë Kosovës, ta bëj rregullimin apo riparimin e rrugëve, pastaj kompania e pastrimit do të kryejë shërbim rregullisht sikur në të gjitha lagjet tjera. E zyrtar komunal premtojnë se brenda javës një kompani e kontraktuar do të bëjë shtruarjen e kësaj rruge me zhavar. Dje ishin një grupe qytetarë të këtij komuniteti të kësaj rruge, ku kanë paraqitur ankesa dhe shëtsimet e vetë për rrugë, dhe komuna mbrana kësaj jave ka angazhuar një kompani e cila do të bëjë shtruarjen e këtyre rrugëve me zhavar deri në pranverë në vitin e ardhshëm kur këto rrugë preferohet të asfaltohen. Banorët thonë se ndihma institucionale në tejkalimin e këtyre problemeve do të lehtësonte jetën e vështirë sociale të tyre. Bekim Brahimi nga Shtimja ka hapur një fermë. Ai thotë se ka besim se do t'ia dalë, sepse edhe te paret e tij ishin fermer, por pret ndihmë nga Ministria e Bujqësisë. Bekim Brahimi nga Shtimja ka hapur fermën e blegtorisë në Dubravë të Ferizajt me një sipërfaqe prej 300 metra katror. Ai thotë se kjo ka qenë një ëndër e tij nga fëmijëria, prandaj ka vendosur që gjithë pasurinë e tij ta investojë në këtë fermë. Ai thotë se ka besim që do t'ia dalë, sepse edhe të paret e tij ishin fermer. Këtë qëllim e kum pas pizvoglimi, ku kam i vogël, e kum se bove jam u marr me çta punë, edhe besoj që kena pas gjithë dëshirë që do të më punu që kja punë edhe me arrit diçka. Ministria e Bujqësisë na ka premtuar shumë, edhe besoj që do të na ndihmojnë, edhe tashme do të punojmë me ta dhe do të këshymi me arrit edhe një më të madhe. E Vllaznim Kamberi ndihet i kënaqur që edhe komuniteti Ashkanin ka një fermë në Dubravë dhe që ka mundësi t'i punësojë të rinjët e komunitetit. Qëllimi jonë është për me punësu, dhe me thonë ashkaritë tonë, inshallah Allah na mundësan, për me hapa në biznes më të madhe, për me punësu ashkaritë tonë. Dhe me thonë 48 orë ka qenë transportimi i tënve. Por du me thonë, 15 orë kanë notu, të erin Sloveni, është një farë që quhet një garantin. Edhe kanë poshu aty, mas ne kanë orë, mas 20 orë këtu, du me thonë 30 orë kanë notu këta. Për momentin i kena 2 punëtorë. Që shposhin atje, i kemë 2 punëtorë. Për momentin, tani ardhjen e vjetër, dhe me thonë viqave, sene, tani normal që duhet mu